këtu. Ka të futemi brenda. Në rresht të Mirë ka shumë besim të Zotit, dhe ata i luten Zotit. Çdo mëngjes dhe kur han ushqim dhe në shtëpi ku kanë nevojë, ata i luten Zotit. Që kështu na lejo të bëjmë neve lutje sot. Shumë faleminderit. Ose sa në kohë, të lutem, mund të lutesh, mund të qesh në kohë, sa në kohë. Të gjithë të lutemi. Zoti Jesus, në fitë para teje, me një zemër plot falënderim dhe adhurim që ti je i mirë, i dashur, i shenjtë, i përsosur. Faleminderit Zot Jesus që ti na do, që ti vdiq në kryq për mëkatet tona. Sot faleminderit që ti ke një zemër kaq të madhe, plot me dashamirësi dhe dashuri me ne. Sot faleminderit për këtë festë, faleminderit që ti ke siguruar durata, faleminderit që kemi një festë të na bukojë neve, bukoj edhe stafi i kopsit kristalsot, edhe na bukoj neve me një fitë të mbarë, plot me bekime prej teje. Dhe emri ti Jezu Përshëndetje fëmijë të dashur. Ju uroj me gjithë zemrën nga i gjithë stafi Fondacionit Kristal gëzuar vitin e ri për ju dhe për gjithë fëmijët anë mban botës. Qoftë jeta juaj e mbushur plot gëzim si kjo ditë. Tani me duar trokitje, prisim atë që ju fëmijë e doni kaq shumë dhe keni shprehur kaq shumë dëshira kundrejt tij. Prisim baba Gjyshin së bashku me dy shokut e tij. Disa nga fëmijët kanë përgatitur vajgje kushtuar baba Gjyshit. Vjen Arjo, Ilda, Cleventi, Altea, Oresti, Cleo, Enjo dhe sigurisht dhe baba Gjyshi. I ftoj në skenë. Shkome dorë, kalonane me dëbor, po nasje, vitin e ri, gjilgas e lumëturi, për të bukra Shqipëri. Cili priush e hidh kaval, qoshkuj baba gjys, mustashe val, me flok të bor, me shkop të dor. Është viti vetër, se s'do fëmi të kom pa tjetër, eja, me një biznes, me fëmije, loza qesh. Baba Gjyshi dashur, baba Gjyshi mirë, ule thesin që e mban mbi shpinë. Eja, si gjithmonë, me kemi janë në kopshin tonë. Baba Gjysh, ne jemi fëmi, të mirë dhe punëtor. Ne çdo ditë në kopës, mësojmë të këndojmë, të recitojmë njëri tjetrin, të dëgojmë dhe të respektojmë. Jemi mbledhur të festojmë, të qeshim të këndojmë, vitin e vjetër të përcjellim, të gëzuar të riun të presim. Erdhi viti e ri, plotare e lumturi, se shumë njerëz sot përftojnë, njëri tjetrin gëzuar i thonë, fëmijët lozi me topa bore, dhe dhurata njëri tjetrin një hapin, një zëri thonë e gjithë bota, gëzuar vitin e ri 2018, lam të mirë 2017, viti ri po na pret, me stoli si mredi, me gëzim me lumturi, të gjithë po themi gëzuar vitin e ri. Ho, 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 mirë se ju gjej o fëmi, e di, më keni pritur gjatë, po ja tek erdha, ka kaluar një vit që nga takimi im një fundit, ju keni menduar se ju kam harruar, por jo, unë ju kam parë gjatë gjithë vitin, kam numëruar sa herë që keni qarë kur nuk ju është plotësuar një dëshirë, kam numëruar edhe atëherë kur keni qarë dhe keni bërë naze se nuk ju ka pëlqyer gjella e mamit. Në fakt, bamjet as mua nuk më pëlqejnë, por ju duhet i hani perimet e tjera që të rriteni e të bëheni të mëdhenj. Gjithashtu, kam parë që jeni ankuar dhe keni qarë se keni dashur shumë dhurata, por ju duhet të silleni shumë mirë që ti meritoni ato. Dhe mbase, në qoftë pasi ti keni dëgjuar prindërit, mësueset dhe nuk keni zënë me shokët, kur të më shkruani letrën, atëherë unë do ja plotësoj dëshirat.
Oh, tani që më kujtua letra, më kujtuan dhe ato biskotat që më lini. Sa të mira që janë, po më shkon goja lëngë. Në fakt, unë nuk jam lupës, nuk jam i shëndosh, apo jo, si mendoni ju? Kam veshur shumë bluzën në tërë, kam veshur bluzat e mia të preferuara të bardha që më bëjnë të dukem i shëndosh. Unë i adhuroj ngjyrën e bardhë. Më përpara, do ju thoj babagjysh një histori. Unë vishesha me të bardha, por dhe shtisja në përbor dhe nuk më dallonte dot njeri. Por një ditë unë harrova duke bërë biskotat e mia dhe drerët e mi ikën u larguan shpejt dhe më harruan aty. Të thërisja, nuk thërisja dot, sepse ju zgjoja juve nga gjumi dhe kam prit për aty shumë gjatë, mbi 1 orë. Dhe që prej atëhere u betova dhe nuk vesh me të bardha dhe vishë me të kuqe. Si mendoni ju pëlqen kostumi imi kuq tani? Po një kraime ju pëlqen? Ti tregoj një sekret. Unë e loj me shumë po bebesh. Mësu se zënit ja se pas kam bajtur sekretin. Po, mësuaj. Shumë mirë. Edhe ti kur të rritesh do bëhesh punëtore si mami. O, babagjysh, japi mi dorë të vini babagjysh. Po ky babagjyshi nuk ishte i lodhur, jo. Ky babagjyshi ishte shumë entuziazëm, sepse mori fjalën edhe nuk kushovi babagjyshi. Bravo babagjysh, dhe ne të kuptuam të kohë. Okej, mirë, vazhdoj programin. Jam të mirën po na lë. Pa na thoni o fëmi vendin e ti. Kush po e zë? Janari! Bravo, muaj janari. Është janari, bashkë me të dhe viti ri, ndaj të gjithë po e presim me gëzim e lumturi. Presim vitin e ri, përpara jush Ergi Deda, Erlikoni Eleni Ramaliu, me vjershën erdhi viti ri. Tani bani pak qesi, sepse po vjen viti ri. Numëroj deri në 3, viti ri. Tek ne. 1, 2, 3, erdhi viti ri. Dhe kra hapur po të presim, dhe këtë va. Në Shqipëri, nga zemra thellë të përshëndesim. Gëzojmë që po ju gjithë kështu, ta nuk edhe duke këndua, kështu të jeni jetë e mos, pra vitin e ri gëzuar. Gëzojmë. Mua më keni pritur, më thoni që keni përgatitur, pa tjetër keni sta të regoni, për përsi të dëgjë këngën që ju të të këndoni.
nuk ka se si të mungojnë vjeshat në së ditë. Vjen përpara jush me vjeshën zemra ime në krahëror, Melinda dhe Elvisa. Zemra ime në krahëror, po troketa mansior, me zi pret, vitin e ri, të përqofojmë o fëmi. Në 31 vjetor, mune me skëpu me tata, vitin ri për e nga thor, fjekën e fjone dhurata. Ja erdhi prap dhjetori, me këtë vjeç do të prezantojmë fëmijët tanë. Mirpresim me duar trokitje Enzo Fiqi dhe Armina Skeja. Ja erdhi prap dhjetori në të bukër Shqipëri, të lumtur të gëzuar në gjenera viteri. Tira kërcet, a i troket në dorë shkop nuk ka, është një disnesa bukur qesh. Se vje vëlla, të rasim prap të gjithë. Ura! 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 Kërcimet janë të pranishme në çdo festë që ne bëjmë. Dhe tani ftojmë kërcimtarët tanë të vegjël me këngën Jingle Bells, parashkollorit e kopshtit. Me recitimet tona. Ftojmë Aurorën, Flavion dhe Sabinën me Vjerë Shëmbora. Bie bora flok, flok, biste pik, e mito. Bie bora papushim, nuk ka djetë, nuk ka gjërmi. Harabela t'janë në stuku, dalën dyshet janë në stuku. Lope barë, limëror, besim fusat, e prebore, pjero bor, e nga gëdo, zofëmi, ty të do, fare ruri në shënë, ty të do më shumë se ne. Bravo! Duke si garë brenda kopsheve, apo jo? Jo, sepse kopshti kristale është vetëm një, nuk ka një dy. Ftojmë në skenë, përmes mbredhës bukuruar, Oresti, Kleo, Enjo, Ario, skena për ta. Përmes mbredhës bukuruar, i stolisur me këto dua, i jep kopshtit bukurit dhe fëmijët i esi. Pa shikoni kopshtin ton, po shkërqet edhe sa ton, a e tisni o
Duke qenë se jemi të gjithë bashkë me baba gjyshin, ju ftojmë të gjithëve të këndojnë dhe të kërcejmë në fin mujt e këngës Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. With your bright red suit and your long white beard, your fluffy hat that covers your ears, Santa Claus, you're the best. You carry your presents in a sack and you put them under the tree. Hope you bring one for me. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. Fly through the sky on a shiny sleigh, your reindeers blow you all the way. Santa Claus, you're a magic man. You can crawl through keyholes, walk through walls, go up and down chimneys, but that's not all. Santa Claus, you can disappear. We're gonna leave you a glass of milk and a cookie on the plate. Santa Claus, please don't be late. 'Cause all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Yes, all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. We all love you, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. With a bright red suit and a long white beard, you got the hat that covers your ears. Santa Claus, you're the best. You carry your presents in a sack and you put them under the tree. Hope you bring one for me. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. Fly through the sky on a shiny sleigh, your reindeers blow you all the way. Santa Claus, you're a magic man. You can crawl through keyholes, walk through walls, go up and down chimneys, but that's not all. Santa Claus, you can disappear. We're gonna leave you a glass of milk and a cookie on the plate. Santa Claus, please don't be late. 'Cause all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Yes, all the little boys and all the little girls in every little place all around the world, they're waiting for you, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, Santa Claus, we all love you, Santa Claus. We all love you, Santa Claus.
vjen para jush Eloisa, Sergio, Gisi, Kesi, Roni, Endri me vjershën në dritare rinjëzot. Vazhdojmë përsëri me vjersha. Vjen përpara jush, me vjershën Vjen i qeshur. Kjo është vjersha që do të recitohet në vazhdim nga Fjori, Warda, Erdi dhe Bisela. Fjori, Warda, Erdi. Apo ju pëlqen atmosfera apo jo? Tani mirpresim artistët tanë të vegjël me kërcimin e tyre. We wish you a Merry Christmas. Për të provuar zvarësinë e babagjyshit, kemi disa gjëra. Vim përpara jush Osmani, Ansi, Brian dhe Gjojlanda. Të tema biko e dishe në përfyr e kur ka të në to rapoja përfyr e shkruan përfyre. Gjëja kush është? Babagjyshe, gjendot apo jo? E vështirë, çka e vështirë. Ja të edhe një. Dy tema biko e dishe në përfyr e kur ka
dhe në mëto dhe vore shumë. Dhe shkruan për ime. Gjeje, kush është? Si Andrerë? Mos u larguan nga vjershat, ftojmë Renaton, Shelën, Kiarën me vjershën viti i ri. Jana erdhi viti i ri, sa gëzim o fëmijë, do zari brato kollata po rajhet, plot murata. Të kërcime të këndoj, mirë se erdhe të uroj, mirë se vjen viti i ri, mirë se vjen në Shqipëri. Ne të lutu po të prisim, të kërcime të këndoj, bukur bashkë të festojmë. Dhe të kënaqemi tani me ritmet e këngës 3 Christmas, 3 Songs. There are 3 Christmas trees, Christmas trees, Christmas trees. There are 3 Christmas trees. Let's chop one down. Chop, chop, chop. There are 2 Christmas trees, Christmas trees, Christmas trees. There are 2 Christmas trees. Let's chop one down. Chop, chop, chop. There is 1 Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree. There is 1 Christmas tree. Let's chop one down. Chop, chop, chop. There are no more Christmas trees, Christmas trees, Christmas trees. There are no more Christmas trees. Oh no! Jani o fëmijë. Kjo është virsha e radhës, përpara jush, Olivia, Eraldi dhe Ida. E jani o fëmijë, për mes femës të
të vogël, të gjithë këtu për të përcyer. Ata I kanë përgatitur një vjersh. Vjen në skenë Enrico Laerti Mei me pishe vogël kaçurreka. Pishe vogël kaçurreka, la bërni se nëhe, sonde ti e më e mirë, do të mbushë plot stalira. Pishe vogël, halën dritur, Rje mërzitur, rrivan vesh, nga frytera, sjedërën, lullet e tjera. Pishe vogël, unë të dua, se kuptoj, se rje vuar, do pambuk, e stoni një del, por do dvorën e vërtet. Ok, bravo, një batë bravo. Apo kënaqeni? Shumë fëmijë që kemi. Gjithsecili prej jush ka përgatitur diçka për sot. Për këtë ditë të rëndësishme. Mi presim me birshën Gjyra e Gjelbër, Kejsin, Ronin, Nergisën, Negisin dhe Alessandrën. Gjyrën e Gjelbër, presim sa topa, me gjyrën e kuqe, rita ti kryshova, pastaj të verdhen, në dorë mora, Dhe tani përpara jush mirpresim këta fëmijë të mrekullueshëm, Fiori, Samantha, Ana, Ani, Majli me vjershën Dimrin Moskifri. Jemi kurios të dimë më shumë rreth teja dhe kemi menduar të bëjmë disa pyetje dhe të zbulojmë më tepër rreth teja. Vjen Altea, Ilda, Enjo, Oresti dhe Leo. I ftojmë në skenë. Si që ka shumë dhurata në pako? Baba Gjyshi ka një slitë të madhe me shumë drerë që prapojnë shumë shpejt dhe Baba Gjyshi nxiton çdo natë që të arrit të shpërndaj të gjitha dhuratat. Unë me anë të drerëve arrit të shpërndaj kaq shpejt dhuratat e mia. Baba Gjyshi, cili është ushqimi i preferuar? Po drerëve ju pëlqen? Ushqimi im I preferuar janë ato biskotat që ju më lini poshtë temës bashkë me qumshtin. Unë marr për vete edhe për drerët kur largohem.
Po ti, pëlqen ka shumë dhurata. Baba Gjyshi ka një fabrikë të madhe, atje janë dhe elfët e mi, të gjithë së bashku punojnë gjithë vitin që t'i plotësojnë juve të gjitha dëshirat. Baba Gjysh. Baba Gjysh të vërtetën. Po ju, keni bërë gabime ku ishit I vogël? Edhe Baba Gjyshi ka bërë gabime kur ka qenë I vogël, por gjithmonë ka kërkuar falje dhe është munduar që t'i rregullojë dhe të bëhet gjithmonë një djalë më I mirë. Fjalë Baba Gjyshi, bravo. Baba Gjysh, a ke familje si Baba Gjysh? Familja ime janë të gjithë fëmijët në përbot. Baba Gjyshi është gjyshi të gjithëve. Baba Gjyshi I do shumë të gjithë fëmijët. Një përqafi për Baba Gjyshi. Fëmijët I pëlqejnë shumë këngët. A ju pëlqejnë këngët apo jo? Për këtë arsye, do ftoj fëmijët e grupit të vogël të Kopshtit Kristal nr. 2 që të na përshëndesin me një këngë. Me këngën Kopshti I dashur. do të na tregojnë ëndrrën e tyre. Presim Besianën, Armandon, Enon dhe Arselin. Një nga kënaqësitë më të mëdha të fëmijëve është pikërisht të rrshqasin me slik në dëbor. Ata janë shumë të entuziazmuar të këndojnë së bashku këngën Deshin Trodhës Notë. Dashing through the snow in my horse open sleigh. Over fields we go, riding all the way. And some fountains sing, make his spirits bright. What fun it is to ride and sing
dëbor. Kur vjen dimri e shkon vera, do të jetë vjersha e radhës. Mirëpresim me duar trokitje, Gracie, Angie, Alessia dhe Meti. Dimri e shkon vera, të gjithë veshin roba tjera, më të rënda, më të trasha, se shumë stopën për jashta. Dhe të dua, ti o ti mërë falë me mua, me tufa në suveri, thyën të më ndrënda këti. Ring me djalë, ring me borën, pato, edhe ma grindor, me pato, me kapuz, kemi ring nga Të mos largohemi nga atmosfera e kërcimeve, plot ritëm dhe alegri. Mirëpresim me duar trokitje vajzat e grupit të dytë dhe parashkollor të Kopshti Kristal 2 Mamit. Nuk do të kishin kuptim babardhësinë e dëborës, dhe ne u treguam të kujdesshëm duke mos anashkaluar këtë. Amelia dhe Ayla vinë me vjershën Troket Bora. Bora në dritare, me historinë ledatare, i për jashta vogërushe, që të vetë kustan të pare. Fëmijët na kanë sjellë kartolina duke shprehur dëshirat e tyre drejtuar babagjyshit dhe dëshirojmë që disa prej tyre babagjyshit të na i lexojnë në këtë moment.
O, sa bukur fëmijë. Atere, më kanë shkruar Levin Marko. Të uroj gëzuar vitin e ri 2018, kur të pishu i burimi, kur të dëgjosh pilpila, kur të kujtosh zënësit e tu, me styre më kujto dhe mua. Qoftë viti i ri i mbar për ty, urime nga zemra ime. Të kam zemër, shumë faleminderit Levini. Sa e bukur kjo, sa bukur e pas keni punuar. Kjo tregon që keni menduar shumë gjatë për mua. Duke pritur vitin e ri, unë gjithmonë mendoj për dhuratat që prindrit më kanë bërë. Edhe pse gjithmonë, edhe në kofshin tim unë kam marrë dhurata. Dhe këtë vit të fundit, unë dhe Ajla Voçi kam një dëshirë për babagjyshin e dashur që të më udhëroj një kukull dhe një libër për fëmijë, gëzuar festat dhe vitin e ri 2018. Faleminderit për nacionin kristal. Shumë faleminderit, do e kem parasysh. Do t'ja plotësosh dëshirën babagjyshin? Patjetër, është sjellë shumë mirë këtë vit, kështu që patjetër e meriton. Dhe për më tepër që kishte një libër për të lexuar. Po, përveç se kukullat dëshironte dhe të lexonte. Nga Enzo. I dashur babagjysh, unë dua për dhurat këtë vit një tren lodër dhe lumturi për të gjithë fëmijët e botës. Gëzuar vitin e ri, me dashuri Enzo. Ua, Enzo sa bukur! Babagjyshi im i dashur, unë dua një mikrofon që të këndoj. Sheila, le të vi të na këndoj këtu një këngë të vogël. Shpejt se kemi mikrofonin. Babagjysh të dua fort. Vjen nga Erdikoni dhe Daisy. I dashur babagjysh, unë dua dhurat, lodër makinë dhe një palë dëreza. Patjetër. Do ja u plotësoj dëshirat babagjyshit që të dyve. I dashur babagjysh, unë dua shumë për dhurat. Dua një makinë, të uroj nga thellësia e zemrës gëzuar vitin e ri 2018. Eraldi. Patjetër Eraldi. Happy New Year. Fëmijët këtu dinë edhe anglisht dhe mua më bëhet shumë qefi. I dashur babagjysh, unë dua një makinë me telekomand dhe 2 kukulla Barbie për 2 motrat e mia. Uroj të vish sa më shpejt. Gëzuar nga Ario. Ario shumë i mirë, mendon dhe për motrat e tij. Gëzuar krishtlindjet e vitit e ri nga Sale. Gëzuar fëmijë. O, sa shumë letra më keni shkruajtur. I dashur babagjysh, unë që po të shkruaj jam Flavio. Kërkoj këtë vit të më sjellësh një lojë Lego se më pëlqen shumë, të mirëpres shumë me shumë dëshirë dhe gëzim. Mirë, edhe kartolinën e fundit? Po. Edhe kartolinën e I fundit? dashur babagjysh, mua më pëlqen dhurata, Elsa dhe Ana. Gëzuar vitin e ri 2018. Faleminderit nga Melina. Faleminderit fëmijë, patjetër që unë do mundohem t'i plotësoj që të gjitha dëshirat tuaja. Okej, një kartolinë. Përsëri përkushtohemi Borës. Vjen tani në skenë Enjo, Samueli, Albiori, Ami, Aleksandro, Nergisa, Armanda dhe gjithashtu grupi i vogël i Kristal Marikaj. Henis, Anajdi, Rafaelo, Bjora me vjershën Borë, Moje, Bardha, Borë. I ftojmë të gjithë fëmijët të kërcejnë të këndojnë në ritmët e këngës Dance Christmas Tree. I'm dancing, Christmas tree, I'm dancing, Christmas tree, I'm
Christmas tree, everybody dance with me. Shake your head, kick your leg, wave your arm. Jump up and down, turn around, jump up and down, turn around. I'm dancing, Christmas tree, I'm dancing, Christmas tree, I'm dancing, Christmas tree, everybody dance with me. Shake your hand, kick your leg, wave your arm. Jump up and down, turn around, jump up and down, turn around. I'm dancing, Christmas tree, I'm dancing, Christmas tree, I'm dancing, Christmas tree, everybody dance with me. Everybody dance with me. Everybody dance with me. Apo kënaqeni apo jo? Edhe një herë? Mirë, tani ftojmë Kleventin, Aleksin dhe Aldean me veshën e tyre mbushur duar plot dhurata. Busho duar plot dhurat, me për zemër gazare, shqiptare të përbën, adhuroj për ty të vet. Moshatar të visitar, ku të ndodhi ju përbën, krimi dashur në ju bashkërejtësën. Gëzuar vitin e ri, më thëroni kur, në Shqipëri, më thëroni kur, gjuhën të të bukur, se fjalët e saj ju bëjmë të lumtur. Para se të dalim në skenë këta vogëlush, nuk do të rria dot pa promovuar talentin e tyre. Këta fëmijë janë të gatshëm me shpirtin e tyre luftarak, për të sjellë diçka të bukur në styrin e gjithë secilit prej tyre. Ftojmë në skenë përcentarët e grupit të dytë të Koshit Kristalini Maritash.
A e dini në cilin muaj jemi? Në dhjetor. Me vjeshtën në dhjetor, vinë fëmijët e grupit të vogël, Ami, Nergisa, Samueli dhe Kesi. Dhe pastaj, me vjeshtën janë erdhi viti i ri, grupi tjetër i vogël, Miley, Geralda, Joeli dhe Daniel. Këta fëmijë kanë mësuar shumë këngë dhe recitime. Nuk mund ta linin pa kënduar këngën Merry Christmas Song. Dhe babagjyshi me shumë dëshirë do t'i shpërblej të gjithë fëmijët me dhurata për lodhjen e fëmijëve. Përpara se të shpërndajmë dhuratat, do t'ju falenderoja të gjithë fëmijëve dhe do t'ju uroja gëzuar vitin e ri 2019 për të gjithë fëmijët. Një urim tjetër gëzuar do të shkojë edhe për stafin e Fondacionit Kristal, të cilët kanë punuar në një përkushtim të veçantë me këta fëmijët. Gëzuar dhe një vit i mbarë dhe për juve. Një urim tjetër do të shkojë për të gjithë fëmijët e kishës së Hollandës që kanë përgatitur pakot për ju fëmijë. Gëzuar i themi atyre dhe Zoti i bekoft të gjithë fëmijët kudo që janë në shërbim. Faleminderit edhe si kanë në kohë. Një urim do t'i themi edhe babagjyshit. Do na lëri këto vit dhe ka sjellë vitin e ri 2019. Faleminderit babagjysh se na ke dhuruar shumë gjëra të bukura këtë vit që kaluam. Faleminderit. Dhe mirë se erdhe viti i ri 2018. Një duartrokitje për vitin e ri. Të gjithë gëzuar. Dhe tani, babagjyshi do të thoj diçka. Dhe më pas do të ndaj dhurat. Po babagjysh, falenderoj. Atëre fëmijë, ashtu si
siç juve më kishit shkruar një letër në të cilin më kërkonit një dhuratë, edhe zyrë mësuese Zenefja më shkruajti një letër dhe më kërkoi që të vija të vizitoja juve. Unë prisja që të ishit fëmijë të mirë, po ju jeni akoma më të mirë nga që prisja unë. Më keni bërë shumë krenar. Në listën time të fëmijëve të këqij nuk ka më asnjë fëmijë prej jush. Unë do t'ju thosha të mos ziheni këtë vit, të dëgjoni më shumë mamin dhe babin, të doni natyrën dhe mbi të gjitha të doni veten dhe Zotin. Gëzuar Krishtlindjen dhe vitin e ri, qof viti 2018 një vit sa më i mbar. Tani do ju shpërndaj dhuratat që kam përgatitur për ju. Për ta kënduar së bashku, shumë urime për ty. Okej? Të gjithë, 1, 2, 3. Falenderoj nga zemra të gjithëve, si që jam sot e lumtur, ashtu uroj të jeni dhe ju. Dhe faleminderit dhe ju dua shumë të gjithë. Faleminderit. Christmas season has come now. Time to spread the message of love. The streets are filled with white snow. All the trees are set to glow. The song on the streets fills the air with peace and hope to all we care. And that's how Christmas meant to be. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. 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 Christmas time is here at last. The joyful times are here to last. Ice cream shakes and lots of sweets, fruits and nuts and other treats. Let us show all that we care. All we got to do is share. And that's what Christmas means, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. 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 Christmas mood has set in here. Smiling faces are everywhere. Time for cheer and time for glee. Spread your love for the world to see. Love is kindness that we show. The more we give, the more it grows. And that's what Christmas means, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. 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 All the children look around. Santa Claus is coming to town with a load of many sweets and gifts to give them all to the lovely kids. Kids who respect the elders
elders well. We'll get something more to tell, and that's how Christmas goes, you see. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. 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 Aunts and uncles, cousins too, all of them with gifts for you. Think of little ones who don't have. Now is the time to show you care. Give them some that you can. You have joined the Santa Clan, and that's the Christmas you should plan. Yeah, yeah, yeah. It's the spirit of Christmas. It's the spirit of Christmas. It's the spirit. Merry of Christmas to Christmas. all! It's the spirit. And a Happy New Year! Look at the children's heavenly smile. All of them are dressed in style. Kids are dancing along the aisle, for they know Santa is coming in a while. Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming. Santa, he knows all your needs, a little extra for all the good deeds. Somewhere from the sky so high, Santa comes in the reindeer sleigh. Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming. Stars are shining, the bells are ringing. We know what dear Santa is bringing. Gifts for one and gifts for all. He loves and cares for one and all. Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming. Going around on his reindeer flight, giving surprises all through the night. Santa doesn't show a ray of light, for the happy faces will keep him bright. Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming, Santa is coming. Snow is falling, birds are singing, the stars are shining, bells are ringing. Don't you know something? Santa is coming. Snow is falling, birds are singing, kids are dancing, people are smiling. Isn't it something? Isn't it something? Well, Christmas is coming. Isn't it something? Well, Christmas is coming. It's Christmas today! So many gifts waiting to be opened! Wish we could have Mr. Harlow with us. Let's call him! And the magic word! Cha! Wow! Mr. Harlow! That was fast! I missed you all. So happy that you called me. Let's take a walk on the street to see the Christmas fun.